Nxënësit e shkollës 9 vjeçare Aslan Keta në Fushë Bulqiz duhet të presin të paktën edhe 2 javë për të ulur në banka për herë të parë për këtë vit të ri shkollor. Shkak janë bërë punimet për rikonstruksionin e saj, të cilat kanë kapërcyer afatet e përcaktuara më parë. Kjo konfirmohet edhe nga vetë drejtoresha e zyrës arsimore në Bulqiz, Miranda Kurti, e cila shprehet se vendimi u mor në bashkëpunim me institucionet e tjera përkatëse. Punimet vazhdojnë normalisht. U vendos që të shtyhesh afati fillimit të mësimit nga data 14 deri me datën 29 shtator. Fakti tregon domethënë që aty ka një volum punimesh, pasi po punohet në pjesën e jashtme të fasadës. Menjëherë nga zyra arsimore është ndjekur nga afër problemi dhe është komunikuar me shkresë zyrtare në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit dhe me pushtetin lokal që shkolla të shtyhet deri me datën 12 tetor dhe këto ditë të zëvendësohen ditë të shtuna, të cilat do të miratohen nga zyra arsimore. Kamera News 24 ka ndjekur nga afër punimet e kësaj shkolle, rikonstruksioni së cilës në pjesën e brendshme tashmë ka përfunduar, ndërsa jashtë ka ende punë për të bërë deri në përfundim të saj, për të cilën drejtuesit shpresojnë të ndodhë në 2 javët e ardhshme. Nxënësve të Fushë Bulqizës nuk u mbetet gjë veç se të kalojnë si çdo ditë pranë saj, duke pritur edhe ditën e parë të mësimit, por të vonuar.